Agjencia e lajmeve Reuters ka kushtuar një reportazh të veçantë lumit të Vjosës, duke e vendosur theksin te investimet që nevojiten për ta mbajtur këtë aset europian dhe botëror të pastër. Era e fortë transporton mbetjet plastike nga një vend grumbullim mbeturinesh aty pranë drejt e në lumin Vjos. Disa qindra metra më sipër rrjedhës, një tub i madh shkarkon ujërat e zeza. Diku tjetër, gërmuesit marrin zhavor nga shtrati i lumit për të bërë beton, që sipas ekspertëve po ndryshon rrjedhën e lumit dhe njëkohësisht destabilizon brigjet e tij. Në shtator të këtij viti, UNESCO e miratoi luginën e Vjosës në Shqipëri si një nga 26 rezervat biosfer, pjesë e një iniciative për të mbrojtur disa nga ekosistemet më të pasura dhe më të brishta të planetit. Në shumë vende, lugina, e cila ndjek rrjedhën e lumit nga Greqia Veriore e deri në grykderdhjen e tij në bregdetin e Adriatikut në Shqipëri, duket se përmbush kriteret e një zone të pasur nga ana mjedisore. Është shtëpia e vidrave të lumit, shkabave të bardha që rrezikojnë nga zhdukja dhe shumë specieve të ralla bimore dhe shtazore. Bariu 55 vjeçar, Agronzia, i nxjerr rregullisht delet dhe dhitë e tij për të kullotur në bregun e lumit. Ai bën me shenjë nga landfilli ku plastika ngrihet nga era dhe kapet në degë dhe pemëve aty pranë. Sipas tij, kohët kur fëmijët shkonin në lum për t'u larë kanë ikur. Vjosa ndodhet në ujërat e zeza, që është kryesorja, është dhe është gjuna u madh. Të ikin fëmijët tanë, të kërkojnë një ditë të bëjnë një plazh në Vjosë, siç e kanë bërë vite më para, është harruar, sepse nuk lahesh dot në Vjosë, sepse të katër qytetet që prek Vjosa këtu në zonën tonë, që nga Përmeti, Kërcyra, Tevelen, Mamalia, të gjitha ujërat e zeza përfundojnë në Vjosë. Është një lum shumë i rëmbyshëm, po duhet të mirëmbahet dhe duhet të pastrohet, sepse këtu derdhen ujërat e zeza në çdo qytet, si në Përmet dhe jashtë, siç e shihni edhe këtu në Tepelen. Edhe banorët e tjerë të zonës shprehen se është një lum me rrjedhë shumë të shpejtë, por duhet mirëmbajtur dhe pastruar. Po nga këto detergjente, domethënë nga ujërat e zeza, një edhe nga nafta 2. Këto janë ato që ndosin lumin e Vjosës. Lumi i Vjosës, që është një nga rrugët e fundit ujore të pandërprera në Europë, gjarpëron përmes grykave të rrethuara me pemë dhe luginave të zbrasta. Në vitin 2023, qeveria e shpalli atë park kombëtar. Më pas, njohja nga UNESCO si një rezervë biosfer është një ndihmë e madhe për Shqipërinë, që ka njohur një rritje të ndjeshme të turizmit, sidomos në vijën bregdetare. Gjithashtu, vendi ynë aspiron edhe antarësimin në Bashkimin Evropian deri në fund të kësaj dekade. Por për te pejsazhit gjithëpërfshirës, ambientalistët janë të shqetësuar për të ardhmen. UNESCO nuk ju përgjigj kërkesave të Reuters për komente, por në raportet e mëparshme ka deklaruar se do të ndiqte kritere rigoroze përpara se të jepte statusin e rezervës së biosferës lumit të Vjosës. Ministri i ri i mjedisit Sofjan Jaupaj, i cili mban në kornizë edhe një kopje të vendimit të UNESCO-s në zyrën e tij, pranoi problemet gjatë një interviste me Reuters. Ai tha se ministria planifikon të shpenzojë më shumë se 150 milion euro për trajtuar ujërat e zeza dhe për të mbyllur të gjitha landfillet. Një pjesë e mirë e problematikave që përmendët dhe ju, përveç se janë të mbartura si për shembull elementet në lidhje me përpunimin e naftës e të tjerë, janë probleme që kanë që nga vitet 60 kur Shqipëria kishte atë lloj industri të nxjerrjes së naftës me atë lloj teknologjie. Ne jemi duke marrë të gjitha masat me institucionet shtetërore në mënyrë që të kemi restaurim të natyrës, hotspotet të menaxhimit të mbetjeve të cilat kanë qenë ilegale gjatë periudhës së tranzicionit shqiptar janë pjesë e programeve që përmenda për të mbyllur brenda vitit 2027. Por për shumë banor vendas dhe ambientalistë dëmi është bërë tashmë. Puset e naftës dhe gropat e bitumit janë vendosura përgjatë lumit duke rrezikuar më tej ndotjen. Ambientalistja Besiana Guri shprehet se zhvillimi i shpejtë i sektorit të turizmit mund të ketë dhënë efekte negative nëse nuk menaxhohet si duhet. Ne kemi promovuar vendin ton, por tashmë rrezikojmë të kemi promovim të tepërt dhe të sjellim gjithnjë më shumë turistë që vinë për vizitë dhe njëkohësisht më shumë zhvillim, më shumë ndërtime në zonë dhe në të vërtetë të mos zgjidhim presionet ose problemet që duhen zgjidhur.
Vjosa, njihet si lumi i fundit i egër në Europë, ai u shpall park kombëtar në mars të 2023-shit, duke siguruar një mbrojtje më të madhe ligjore krahasuar me statusin park natyror. Shpallja park kombëtar nuk kupton se nuk lejohet asnjë ndërtim që cënon lumin dhe ruan biodiversitetin. Gjithashtu planifikohen më shumë investime dhe lehtësi në zgjidhjen e sfidave me të cilat përballet ekosistemi, si ndotja e ujit dhe tokës, menaxhimi i mbetjeve dhe shpyllëzimi. Sipërfaqja në mbrojtje është 12.727 hektar dhe përfshin gjithë sipërfaqen ujore dhe bregore të lumit bashkë me sipërfaqen toksore dhe 3 degë të lumit Vjos, Drino, Bënç dhe Shushic. Ndërsa më 27 shtator të këtij viti, Vjosa u emërua rezervë biosferë e UNESCO-s, një triumf për ambientalistët që shpresojnë të mbrojnë një nga të vetmit lumenjtë e egër në Europë. Me origjinë nga malet Pindus në Greqinë veriperëndimore, Vjosa rrjedh për 272 kilometra përmes Greqisë dhe Shqipërisë deri në detin Adriatik. Në një kontinent me më shumë se 1 milion diga dhe bariera lumore, Vjosa është një nga lumenjtë e pak në Europë ende me rrjedhë të lirë. Bashkimi Ndërkombëtar për Ruajtjen e Natyrës e përshuan lumin si një ekosistem me rëndësi globale. Përfshirja në rrjetin botror të rezervave të biosferës është një sukses për aktivistët mjedisor që kanë luftuar për të mbrojtur Vjosën. Madje fushata fitoi mbështetjen e personazheve të famshëm si aktori i Hollywoodit Leonardo DiCaprio, i cili u bashkua mbrojtjes ligjore të lumit. UNESCO thotë se rezervat e biosferës janë vende për zhvillim të qëndrueshëm nga ku mund të mësohet shumë dhe fokusohen në menaxhimin e biodiversitetit dhe ndërveprimeve midis shoqërisë njerëzore dhe ekosistemeve natyrore.